Mirëmbrëma nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e 17 të ciklit Buzëqeshje në vite. Estrada e Tiranës do të jetë protagoniste e emisionit të sotëm. Aktorët e kësaj trupe për dekada të tëra kanë bërë që publiku kryeqytetas ndaj mbar shqiptar t'i mirëpresi dhe t'i duartrokasi nëpërmjet humorit dhe satirës. Kështu pra, aktorët e kësaj trupe, Skënder Sallaku, Begim Xhani, Vaslaj Vangjeli, Kaçja, apo Rita Lati dhe Mariana Kondi, Kosta Kamberi dhe Med Bega, si dhe Pranvera Veizi dhe natyrisht dhe shumë aktorë të tjerë, pra kanë bërë që nëpërmjet humorit dhe materialeve të tyre të jenë gjithmonë të pranishëm në arkivin tonë. Por çfarë na servir ky arkiv? Unë akoma nuk po martohem. Po martohesh. Asnjë burr nuk ka pranuar deri tani. Po do pranoj, moj mam. E gjeta. Unë do të vras veten. Qyqa, që thon bukuroshe mamit. Ja. Unë do helmohem. Sana, keqe mami. Burrin ty do ta gjej mami jot. Ai që do të orkasin sot në shtëpinë tonë, ai do bëhet burrim. Ai që ç'ken atë punë. Do ta marrim me zor? Me zor. Faleminderit mami. Të trashëgosh të keqe mami. Shumë. Një faleminderit. Po zemra mam. Si ka koha? Më pa do argjoj të pali puthi pa sandale me rregullu nuse. Tash jo, në të këtu në gazetë, jam kështu e kështu, e du burin ashtu ashtu. Unë do nuse, faqja 2. Urdo? Qyzana, jam bjonde, i kom komo si shishe birre, kom pare me përqinje, e du burin të i kolovar. Kolovar? Nuk e du burin shumë të bukur, shumë të bukur. Da më thani bukur si unë, si pas adresës direkt e ke nusja. Mirdita. Mirdita. Mirë si Më falni, ju jeni Gazeta Non? Vjen keq. Më falni, ju jeni Nona Gazet? Ua, nona gazet, vjen keq. Më falni, ju jeni Nona e kësaj që ka dalë në Gazet? Unë jam pësi. Po si dukesh si kalu, me siguri ka ardhur. Pa, natyrisht. Rotullohu pak të rotullohet, jo, po. Po sigurisht që e di, po ky është një shikim paraprak, është një studim anatomik, mjafton, bukur, bukur. Po është. Nuk po të... Natyrisht. S'po të durohet. Zana! Zana! Ajde më. Bukur. Zojnë, kjo nuk është bjonde, këtu thot bjonde. Se dëgjoj, erdhi mbrëm një kandidat para teje, donte brune dhe abra të zeza, po të shketi e bëj si të duash, të kuqe, të verda e shite. Po fali Zojnë, e du bjonde, bjonde Zojnë. Po, bjonde, pa diskutim të ta bëj bjonde. Në regull, o të gohu. Po. Zojnë, jo ju Zojnë. Nusja, një minut, Më fal. një minut nuse. O të gohu. Mama! Shpirti, mami. O je nuse. Stop! Zojnë, hani Zojnë. Urdo, Zojnë, tuk, urdo. Nuk i ka komën të drejta si shishe birre. Ua, se nuk ka shishe birre të shtremta kështu? Shishe Amaro Montenegro. Kemi në shishe strade. Më falni Zojnë, shishe birre jo, bjonde jo. Po vjen keq tani tash, bjonde do ta bëj. Bjonde, ka radhën thonte. Të mrekullueshëm. O ma, ku do ikim ne tash? Ha, uri. Pardon Zojnë. Me thëm burri. A, burri. Quri, burri. Ajde pesoj gazetës, si dal nga kjo graçkë. Që më gjeti mu. Afro ju mami, bukur. Afro. Si di zoq, si di pëllumba. E kuptova, unë e kuptova. Fol pra, Hi. kam hangër para se më arë këtu. Welcome. Do më kom po qohem. E ke lexuar mirë gazetën? E kam mësu për menç. E pra ti e thuaj për mua se di 5 gjuhë huaja. Kjo që minone, gruje mi gjuzë dërot, jo me 5 gjuhë. O je? I ti po s'qofsh, Zojnë. Më fani Zojnë. Tu nuk thot që o je dhe tu në kështu. Pa për këtë dhele, për e pëllum. Fali. Të ma duash mamin si veten tënde, se e kam vetëm në një kopje. Se unë sa kopje e kam, 700 kopje? Ti e një nga kandidatët më të mirë që ka ardhur deri tani. Ma e mirë që më shkel makina pa targ isha.
Tani do fillojmë. Unë do me hikje, do fillojmë. E qa u morrit te? Tani unë do të puf. Me të pull kjo si me të pull gemza. Të të kafshoj. Me të ka shu ke mësoj polimeliti. I mami sa e për që ishte. Mori frymën. Dali si e ke emrin ti? Dali arroj emrin. Zoj. Unë era për bisedime, jo këshu. Vevrime. Gjvishu. Jo me dhun, me dialog, me tolerancë, me transparentës. Dialog, tolerancë. Jemi mësuar që me të Begën ta shikojmë gjithmonë në rolin e të fortit apo të bodyguardit. Por ja që me të Bega ka qenë edhe në spital. Dhe në fakt të redim që nga ndonjëherë dhe jo rrallë, na qëllojnë që për të futur në spital duhet edhe të paguash. Shoqë ku po shkoni ju? Po shkoj tek buri se e kam bërë operacion. Në asnjë mënyrë nuk lejohet. Është spital këtu, të lutem shumë. Hajde, ec. Vetëm 5 minuta, a? Faleminderit shumë. Erdha buri. Erdhe. Oh, e lyva huaj. Tash e gjete me lysh shpintje? Jo më buri, jo. Gjithandej duhet me ly, nuk e kupton dot. Pra. Tani bëj pak hesabin e të lymës. Haj. Po. 1000 lekë roja. 2000 lekë shokurojës që ishte në katën e dytë. Po shokurojës shpun kishte. E po therojës nuk i mjaftoi 1000 lekëshi. Puri shokën e vet në katën e dytë, iku 3000-shja. Po, vazhdo. E për lavë për nërë. S'ka problem, hajtë, vazhdo. 2000 lekë infermierja. Po. 2500 ajo që bëri regjistrimin. Stop. Me ka që baroj pensioni im. Kalo ke letër me vlerë. Po. 8000 lekë doktori. Allah doktore më. 3000 lekë ajo e narkozës. Sa narkoza mi? 3000. Po gjysë dozëm dha mi. Gjysë me operacion të këmbo esull. Ma unë dhe me vlerë. Kalo ke roga jote. Po. Mbas operacionit 2000 lekë ato që shtyn karrocën. Qishta jam i karrocë me dikuaje? E po që mbaroj 5 minutë. Pa hajde çohu tani. Më falni, po çarçafin tjetër? Unë jam specializuar vetëm për të sipërmin e dashur. Po ku jeni specializuar? Në Itali. Shtone pesicin e kësa unë Itali edhe bej vizë. Haj, Po. bëj hesabin. Po këtemi, e ke ly këte? Ujt meshme m'janë baruar. Çohu, Se? mbaroj turni, kemi pastrim. Kur nuk e lyva. Pardo lyje ti më rekon. Plagin e plagin. Shiko do, çohesh ti apo të ka për flokësh? Jo për flokësh, i kom shite me pakicë. Qohën vetë. Te cepi kravatën. Këtemi, në kopësh pa dregja më? E po, ka rregulla spitali. Presha me kjo. Kur do të inauguroni? Tani. E të jetë që më qofë të tini. Ai shtiu. Çohu, Pravë? do pishilat. Kur nuk e lyva. Kokën lart, Kur nuk e lë. hape gojën. Ale. A? Ku ka ujë, me ta shke ujë. A bovilla. Çohu, Pravë? prap, hape gojën. Hape gojën. Ky është një tjetër pavion shëmbullor. Mund të xhironi edhe këtu. Faleminderit. Një orë do rish me gojë hapur. Shiko se po e mbyllet të piu e zeza këtu. Shërbimi në pavionin tonë është çmbuar. Pacientët i duam dhe i respektojmë shumë. Bile, do t'ishte me vlerë t'i pyesnim ata vetë. Si të duket shërbimi i shpirt. Hape gojën. Pacientët i duam si kur t'i kishim njerëzit tanë më të dashur. T'japit e ta pak lëndime? Le ta marrin vesh të gjithë telespektatorët. Ne bëhemi njësh me pacientët. Ti e gjanitetës deri në fund. Hajde me titën? U luftu? Bile, kur i vëm në gjumë, ju këndojmë edhe ndonjë këngë popullore. Apo jo, shpirt? Ta kënojmë. Hajde gjumo me rehmetin, juha, që të flere dhe të rritet, juha. E zuri gjumi,
Është i kputur, nuk mban më shumë se 2 vargje. A, bovilla, bovilla, bovilla. Më fal, po kërkon gruana? Jo, kërkon nuk. Ajtë meshme, çfarë bën aty me burin tim? Kujdes shoqe se sa po e ka zënë gjumi, jemi në shërbim. Po pse aty ja gjete për t'ia bërë shërbimin burit tim? Shoqe, të lutem se po filmon dhe televizioni. Pa që më mirë atëre. Ne ta marrin vesh që të gjithë se çfarë gjërash ndodhin këtu në spital. Buri im i dashur e drejt. E drejt me infermierën e spitalit. Ky është një korrupsion i gjallë. Tani në pavionin tonë po eksperimentojmë një metodë të re. Ajo quhet terapia intime. Sa pas ka esur mjekësia sot, ha? Do të ndjekim tani një parodi. Gjeni kjo paksa e vështirë duke qenë se kërkon që aktori të ketë edhe zë të mirë. Regje Pustaj do të interpretojë parodin që do të ndiqni tani, ku preket një fenomen që për fat keq populli ynë vazhdon ta jetojë. Isha në errësirë, kur më erdhe ti dhe më dhe lajmin, drita do të vinë, kënaqja. Hej, konsumator, a besoni keni ish elektriku? E mora vesh. Disa po, disa jo. Nese, unë mendoj që duhet besojmë, sepse nesër drita do të vinë edhe nuk do të shuan kurrë më. Nërsa sot, ndizën dritat, tiken dritat, gjys për gjys tensioni. Nuk ndizet televizori, nuk punon neoni. Digjen gjërat si në loj, paret kush do t'i pagoj. Drit, më mësove të jetojmë bukurit e ralla, me qiri edhe me kandila, tamam si në pralla. Shkon e vjen, e shkon, ndize fik si ziloj. Dritë, zilonje, ditën, po s'më ndriqove natën, më shërove, o sa më gëzove. Dritë, zilonje, ditën, s'më ndriqove natën, më shërove, pse mu fike dhe më ike ti. Ne për dritat po pagojmë një dynja me pare. Ju na digjni aparatet dhe nuk pjesni fare. Pa pingela, pa mësim, shpejt të ndezim sa qirin. Më mësove të jetojmë bukurit e ralla, me qiri dhe me kanila, tamam si në pralla. Shkon e vjen, e shkon qak, ndize fiksi zëlloj. Dritë, zëllonje, ditën, po s'më ndriqove natën, më qërove, oh, sa më gëzove. Dritë, zëllonje, ditën, po s'më ndriqove natën, më qërove, pse mu fike dhe më ike ti. Një dobësi e veçantë disa njerëzve është edhe servilizmi. Dhe pikërisht, ky fenomen do t'jetë objekti materiali që do të ndjekim tani, të interpretuar nga Veli Rada, Kaçja dhe Vaso Vangjeli. Hajde, Zinjo, hajde. Jo, afro këtu. Po, ngrej kokën se dua të shikoj fytyrën. Urdhëroj. E di si ke nërë në puna se kjo? Do të kemë bërë ndë një faj. O faj jo, por... Jo, kam bërë. Është e pa mundur mos e kemë bërë. Se unë nuk jam maqilar sa qini dhe jush. Jo, gabim takti. Ka që jush? Po kështë të mërshme. Po ku o si qysh? Po pse mërë zjarë? Jo, po si mos marë zjarë. Të lutëm shumë, unë kam nderim, kam adhurim për ju. Një minut. Kam respekt konsiderat. Edhe një shoqëri, dashuri. Marove një herë me këto. Kaq.
Mua s'dhe kjo, duan të me heqin nga kjo punë. Nuk do t'jem më shefi yt. Me gjithmonë e keni? Me gjithmonë. Po, për çfarë? Nuk e di. Sot më thëmë. Kështu që më duhet t'jem me njerëz të tjerë. Vëm tjetër. Punë tjetër. Njerëz të tjerë. E po stili, marrëdhënie, takti. E mos e di ta vërtit e jo, vetëm kujdes aty ku shkosh. Për çfarë? Po ja, je pak i rëndyr, pak ngjakt, pak arrogant. Pak apo shumë? Me të thonë të drejtën nga njëherë dhe te pranë. Dhe kujdes aty ku shkosh mos u tregon me një madh. E kupton apo jo? Pse s'mi të më parë këto se që? S'ka në rasti. Tani qera, tani ti në them. Jo, në disa rasti e tregu liberal. Për ty e kam, më kupton? E marrë veshtim. Ashtë, kontrollit ka bërë vrekje për shpenzimet financën. Kujdes aty ku shkosh. Për ty e kam. Kuptoj. Mirë po, nuk do drejtori se? Si nuk do drejtori? Për vajta pra për këtë punë në lërgimit. Ku do shkosh ti më? Kush të ty t'ikësh? Aty do t'jendrosh. Shumë mirë të ka thënë drejtori. Edhe po mos ta thonë të drejtori, do ta thonim ne. Unë sidomos që kam respekt për ju. Ke do hiqni nga puna më shok. Shefin ton shokun Feveraq, në asnjë mënyrë. Po, jam pak si liberale. Jo, pa arrogancë. Shumë arrogante. Arrogancë është tjetër, dhe tjetër është seriozitet ndaj varësve. Ju me të vërtet jeni serioz dhe jo arrogant. E kuptoj, po, ja që kemi qenë keq me planin, jo financa, jo shpenzimet. Po pse me të gjitha do merreshi? Ë? Me të gjitha do merreshi? Po shefi plani pse është? Po shefi llogarisë pse paguan? Të lutem shoku shef. Në asnjë mënyrë, unë kam respekt shumë të madh dhe drejtori ka shumë të drejtë që ty nuk të lejon të ikësh nga puna. Mirë më se po, nuk e pyet njëri drejtorin se. Pse? Ka marrë vendim organizata. E verifikove? E pash për sytë e mi. Po. Pas ka marrë funë çdo gjë. Shvega jeta Feveraq. S'kesh të bësh. Vetëm kujdes atje ku shkosh. Ato që të thash dhe i vath në vesh. Po mirë, këtë kem kujdes shoku Zekjo se ju më tha dy gjëra. Të parat apo të dyta? Të parat, se ato të ndihmojnë ty. Po mirë, më thuaj të drejtën ti. Unë jam arrogante liberale apo jo? Po ndërje. Po mirë, po ti më thej mua që nuk jam arrogant në vasit, po jam serios. Po këto ngatron ti. Të dukesh sikur je serioz dhe kalon arrogancë. Ja. Pikrisht edhe unë këtë u thash atyre shokëve të komitetit. Pse ke shku deri në komitet? Vajta. U thash që kam të meta në punë. Nuk jam unë pra të punë që kërkoni të më jepni ju. U bindëm dhe vendosëm këtë në lëmë pra këtu ku jam. Po, vendimi organizatës. E anulluar. Do mos do. Kush e lej njeriu e mirë dhe të përgatitur një kuadër të hiqi nga puna. Se kjo, ngrije pak kokën. Ngrije se duhet ta shikoj mirë fytyrën. Mirë po ata, si e kthen prapa ata? Ajo ata nuk e kthyen se kjo. Por je duke e kthyer ti tamam si ai bifteku në zgar. Dhe tani pa herë të fundit më thuaj tamam mendimin tënd. Këtë e kam për ty. Jam arrogant apo jam serioz? Më shoku shef. Ti do të qëndrosh këtu apo do të hikish? Dhe tani do të sjellim përpara jush disa gazmore. S'ke turp, shitës pa kultur, pa pikë edukate, po s'keni faj ju, faj kanë ata që ju japin juve dyqane për të qitur, turp të vi. Zonjë, Ore, ku ti thua zonjë ti? Ti pak cipi? Ua, ma bëri këmin gjak tjetri, më ndori gavilen. më fali zonjë. Një mirë, o zonjë, o nare. Që të bëjmë kësajme? 36 me. Me moj. Pa moj, me thësh. Zez, me thësh. Kafë, me thësh mo. Vrasin, $37. Vrasin, $38. Vrasin, $39. 20. Nare thësh, të vrasin, po, $21, 22, 23, 24. Nare, të vrasin, po, që të bëjmë ty? Na, provoku ti. Ti mën mend vitet e fundit të 80-s. Patjetër. Atëherë kur mungonin asortimentet ushqimore në për shumë dyqane. Shkon një fshatar,
me I shishe voj bosh në dorë, ke shqitësja. Shoqe, me pi shishe voj. I këse s'japim voj për katunarët. Shikjo, sa me kujti të gjem katunarën? Shimësie vesh, robet gjithë, rrudha I ke, pa krefje, hik. Iku ky, shkoj ke një kushinë vetë me I lagje, u vesh, u kref, vunën e I kollare, e në shkoj. Shoqe, me pi shishe voj. Pa të thashe pra hik se s'japim për katunarët voj për hik. Shikjo, po ko shemin se jom katunar, I vesh jom me kollare jom, I kref jom. Po, ke harru këpucët se I ke gjithë balë ti. Ik, se më tjajtë. Iku ai, shkoj lustroj këpucët, erdi prapë. Shoqe, me pi I shishe voj. Po qa një ju që e këtë thashe jeri, hik se s'japim voj për katunarët. Më ti, ku e shef që jem katunar? I vesh mirë, I lustros jom, ku e shef ti që jem katunarun? E shof ke shishja, tha. Shishja voj tat, nuk o mëll me ta, po me kaqërumisu. A me jute një qendë? Apo si janë shtu? Sa më shtone? Nuk e njofi ligjin e abortit. Një që në lagjes time. Po vjen nga lagje tjera. Una? Pse vjen e ku t'i gjohën? Më duke ka seminar. Tema me disa probleme të planifikimit familjar. Una? Po, edhe vin, edhe ulurin. Ku t'i gjohën? Ku t'i gjohën pse ulurin? Më duke se kanë fitu telebingon. Ka I vendim bashkie me I vra 100 rrugaq. Si dhe tjene? Me pritë më zbatu vendimi bashkis, qenë kërën partinë hynë parlament. Po morë veshi që ti ka bojë peticion bashkis. Ku I thonë? Mos ta vrisni. Ne nuk largohemi nga Shqipëria, pa morë kësën e parë të para që këni fut me përqimje. Leana, si kalove? Aman mos më pyet se jam këputur fare, shkunda gjithë shtëpi nun e dit. Ahmedet, atë punë bëj dhe unë për ditë. Laj, pastroj, fshi, gatuaj të gjitha orendit me radhë. Po unë tani që jam jashtë shtetit. Po I thojnë gratë holandeze janë shumë të pastra. Shumë. Manjake për pastërti, bile dhe I teprojnë. Të kam thënë unë ty se si e shkundin ato shtëpinë mëngjes për mëngjes si ajrosin. Që ndjerin qarqafat në dritare? Çfarë qarqafësh? Të gjitha jashtë dritares, pe qarqaf me dyshek, me batanie, me... Më nëzirë dhe dyshekun jashtë dritares, ta shiko qa mrekulli është. E provova sot për herë të parë. Po. Mora batanien, e shkunda mire jashtë dritares, e lash aty. Mora dyshekun e shkunda mire jashtë dritares, e lash aty. Mora e organin gjithashtu, mora qarqafin, më tuk shumë I rënd. E shkunda, bariu, çudita Dajana. Po deri këtu ta mamë si në Holland, po më tej që ndodhi. Urdhro, shikoj e holandezin tim. Po dhe me gjithë qarqafin, po. Që të Dajana. Kështu I shkon në qarqafën në Holland, jo? Me gjithë burat, që kjo që ishe kati dytë. Tani do të ndjekim dy aktorë të mirënjohur të estradës së Tiranës. Bëhet fjalë për të famshmin Skënder Sallaku dhe Kosta Kamberi dhe materiali titullohet Artikulli. Alo! Moj shojke, a punon këtë telefon apo nuk punon? Do keni monedën me defekt, mo shok, se aparati në rregull është. Falinderit se na knaqe edhe ti. Alo? Urdhëro? Redaksia dhe Mrs. Sosteni? Po. Më falni, a është atu një farë gazmen bregu? A cili e kërkon? Shiko, nuk ka që duhet juve. Unë ju pyes dhe juve përgjigjuni.
Më falni, po ai nuk e ka zakon të flasë në telefon me njerëz që nuk i tregojnë emrin. E ka si parim. Ja tregojnë parimin atij parimori. I thuajt më pres aty se do përleshem me të. Hoj, na kërko ka dhe emrin zotëria ti. Pa pyetin një mos do emrin e gjyshës apo të gjyshës, ore burokrat thuaj. Thuaj më pres aty se erdha. Po ju me se do të vini? Me taksi, ja fluturova. Më falni, u keq kuptuam. Nuk e kam për mjetrin e transportit. Me çfarë mjetësh do të vini armatosur? Ja, do vini me të drejtën time edhe të ndërmarrjes. More person që pas ke qef të bëj shakare të tilla të pakrip. Më prit se erdha. Hyni. Më falni. A është këtu një farë gazmen? Kodra, bregua, kodra bas bregu ta. Bregu se nga trova dhe. Urdhoni, uni. Ju jeni? Po mje, me shtë drejt futet emrin në atë artikullin tënd të shpëlarë? Ju jeni që në Bushi, kontrollori i cilësisë. Po, dëvë si pas teje. Po mi më shok, a e di ti që prodhimet tonë kanë kohë që ka kaluar kufit e rrethët? E di. Po mirë, po emri im shkërkon atë artikullë. Unë nuk e... Të lutem shumë mos më qesh. Çka këtu për të qeshë? Mos kanë dhe gjë emri im për të qeshë. Ore, mane, tu, jo vetëm njerëzit, po, edhe mobilit që nga në rëngalla që. Jo, janë të reja, janë prodhimin ndërmarrjes suaj, sa i kemi blerë. Ja, këtu po është nxin vule e kontrollorit të cilësisë që në Bushi. Jo, more, mos kujto se më zurën në pesh të duar, një tavolin nuk e prish kur se si emrin tim të mirë dhe të ndërmarrjes. Ashtu? Po si? Unë po gjej artikullin, ta lexojmë, ku nuk je dakord, më thuaj, ne për gabimet tona do ju kërkojmë të falur publikisht. More, do më kërkojsh të falur se s'bën, digjo mua. Por da. Nuk janë në gjenë të hapin asë një sirtar tavolinë. Digjo mua, lëra atë. A e ngre telefonin ti? E ngre. Po të thashëm ti që nuk e ngre? E ngre thashëm. Pa e di unë qo. Se nuk jeni për këto gjëra, ju jeni vetëm për këto, moret veshë për. Ky është tu. Aprovoj me këto një. Dëgjo, duke qelluar do një drase pas ta zhënuar mirë. Ndoshta. Po bëni mirë që bashkë me tavolinat që nën, Po? të shisni në një qese cellofoni, një çekiç edhe një dalt. Mbi shkrimi përdoren për të hapur sirtar. I merr blersi, hap sirtar. Dëgjo, jo more. Dëgjo e person, dëgjo mua. Lere ato shakat, ato ironit që ke ti, po përgjigju këtu se do më kërkesh të falur se s'bën. More vesh që bëj. Mos u nxe, po lexojmë artikullin, të thash edhe një herë. Ku nuk kënaqesh, më ndalo. Qartë? Ba do më kërkesh të falur, thashë nuk dore persone psikologjike, më po vazhdo ti, ha? Shkuam në ndërmarrjen e prodhimit, uluni shumë. Nuk ka nevojë. Atë e di unë o ulem apo nuk ulem. Ti lexo artikullin. Mirë. Shkuam në ndërmarrjen e prodhimit drurit dhe u takuam Përsëri me aktorin Med Beka. Dhe këtë radhë kemi zgjedhur monologun Koha e Lirë. E shtunë, dola shëtitje. Nuk rrijet në shtëpi, dola. Ku të ulesh në Tiranë, ke Shëndërvani për balë Palatit Kulturës, nuk ulesh dot. A ti pse? Dhe fotografit ka me zorë, o bo fotografi o plas. Thash po shkoj ke liqeni. As ke liqeni nuk shkohet, se ke liqeni çdo 50 metra film porno me dysyri pa dokumentar. Thash po shkoj ke piramidën. Ula, qyqja me në. Me të atencionit zërë, zogë, zatë njoma, me fun e pa fun, mi dhonë fun jetës. Një e qethme, shka. Ç'kemi nara, tho? Unë hapa sytë. Nara, tho, ç'kemi? Thash ku ti foli? Ty, tho. Thash nuk qojmë nara, e di, tho, për i ka to narë komplet. Do kaloj, thash ma, periudhë transicioni. Ku e ke, tho, Kawasaki. S'ko pas një shpitosh me emrin Kawasaki. Qeshi, gjaja, tho, motor, tho. Ku ka gjaja, tho, motor, gjaja, tho, s'ka i bisikletë vjetër, ka 50 pulla komerdarja. Ajo ula afër me, thash pa njoh, pa dit, hajde mu. Qiponi, vukom në sake koma ime. Qyqja, thash lash na. E vazhdoj, gjaja, tho, e ti tho që ke hyj ke zona Amorës? Ku mi thësh? Ke zona Amorës. Pse thosh që pas dalë pronari tokës, e? Qeshi. Gjaja, tho që ke grup. Jo, tho që vetëm tek fare.
E një thash goce, i që pa koma se mund pi gjuni. E hoqin, më afru avër, qyqe, no, në çdo me që vje këtu rrinë shtëpi afër zjerë, mi çdo dy kjo. Aja tha, Gjaja tha, ti ke nxehtë. Ashtu e ka Gjaja thash. E në nxehtë, e në ftoftë. Aja vazhdoi, në gjatë. Dite thash do me thonë seks, qere? Çdo me thonë seks. Pse tash gavion nga Somalia? U çova, kush ka? Shpimi thash, komadat e mia. A dalë. Troj për krau. Në gjatë. A jeta për jetë note, qere? A jeta për jetë note? Le Gjaja rahat. Gjaja se gjumi jetë dite, ja jetë note. E të shumë ikun, ku shko, shpimi dhe shkomahat e mija, hajte për të tu. Pa më posë s'ke për tikë, thë. Pa e putë letë, mos i përqe putë nuk dajet. Ju afrova afrë, që po, thë? Me putë pra mo? I ka ja, thë. Ekonomi të regu, thë. Ku ka putë e pa pare? O, nëne, që më gjeti mu. Ju afrova, gotë thësh, sa ke putë në ti? I me lekë, thë, i me lekë. Kontrollova gjepët unë, 200 lekë isha. I shkova afrë, gotë thësh, në gjë. Me shumicë, a bë ullje. A jam pa mu, në gjë, thë. E pash, do be ullje të se që ke firma troka. E të shumë iku, ku shkote? Shpimi dhe shkoma hatë e mija. Kam i pyte dhe, thazër. A di me puth? Qere? A di me puth? Zdorova ma. Pse të shgrun ti me kusha puth? Kopshiu e? Aktorët e estradës së Tiranës kanë luajtur me mjaft sukses edhe në gjininë e komedisë. Kështu arkivi ynë do të na serviri tani një fragment nga komedia Don Kishoti. E l'ingegnoso Hidalgo Don Kishoti Mancio si mbi qujtur i kalor si shpatës së flakë. Nuk i dihet si ditë. Mos u çuditi me pamjen time. Vi na përleshit. Sancho, kështjell interesante. Ashtu është zot. Idhi një si Rosinantit dhe gjej pak tagji. Tagjin e siguroj unë, por parat. Ju lutem mos përmendni para se merr flakim zot. A paran? Urdhëroni e uluni. Jo hirsi, nuk ulem. Një kalorsi si unë nuk i takon të ulet. Jam në kërkim. Dhe se më lejohet fisnikëri, çfarë kërkoni? Dy gjëra që mendja juaj e varfër as që mund t'i përfituroj. Kërkoj aventyra e dashuri. E para të çonte e dyta. E kush është e dyta? Ajo nuk është. Nuk është. Ajo është. Ose tuaj nuk mund ta shikojnë. Veshët tuaj nuk mund ta dëgjojnë. Edhe goja juaj nuk guxon ta përmend. Po na çudit. Ajo nuk çudit njeri. Ajo të çmend me hirët e saj. Emri i saj është Dylqia e Topozës, nga krahina e Mançës. Shkalla e saj duhet jetë të paktën për princeshe, por sa është sonja dhe mbretëresha ime. Bukuria e saj është si për njerëzore, sepse në personën e saj janë përmbledhur të gjitha atributet e pamundura të bukurisë që përshkruhen vjershëtorët si flok prej ari, balën si fushat e lesjane, vetullat si prezi qiellit, sy si dielli, faqe si portokalli, buzët si korali, pëmbë si margaritar, qafë si alabastri, me krahëror si mermeri bardhë si dëbora. Pa llogaritur pjesët e tjera të trupit, të cilat për modesti nuk kam me se i krahasoj. Oh, Perëndi, pa e qenë ka një ngjyllushe e zbritur nga parajsa ku e ka vendin i plot fuqishëm. Mirësi, keni mirësinë të mbylli gojen. Parajsa është e mbushur me horra, e nuk është vend për një virgjëresh. Në qoftë se ka mundësi fisnikëri, duhet na i falni lejthitjet. Për njerëzit e trash duhet patur mëshirë. Po ju fal. Që bë këshytarim? Esh me shërbysën e Hanit. Ndoshta u i disin ndonjë krushti. Unë jam gati ta bëj celebrimin. Jo, në asnjë mënyrë. Shqitarin tim besnik së shpejti do ta emëroj guvernator të Mançës nga Almadura tek malet e bardhë, dhe gruaja e tij duhet jetë e thisme, të paktën markize. E meriton? E meriton? E meriton, nderuar. Më falni, si u quaj? Po ju qënë keni këdhe fare përderisa nuk ditë keni as emrin,
Dhe as bëmat e mia që një tër Spanja. Jam kalor si i fytyrës së vlerosur, i përvëluari i tërqinjës së Topozës. Nuk kemi patur nderin ta njohim. Do ta njihni së shpejti. Është e bia Lorenzo Korçullit. Mos të ngut Sancho. Shtu është i Me qoftë se dënjon ajo të njihet me këta harbutër. Ju lutem. Do t'i luteni vetëm asaj. Ajo komandon zemrën time, krahun tim edhe shpatën time. Apo nuk është kështu, shqiptarim? Ashtu është në Zot. Unë vetëm gomarin komandoj. Sigurisht. Në atë familje ti e Zot. Patjetër. Tani ulu dhe shkruaj. Sikur të hanim diçka. Ulu po të them. Qëndroni ju. Ju kam si dëshmitar këtu. U pa puna. Do ha përsëri pas gomarit. Letër e Don Kishotit të Mançës, Dulcinjës së Tobozës. Tobozës. Sonjë lartë dhe sofrane, i plagosur prej kamës së largimit, dhe i thëmërqjeruri prej shigjetave të dashuris, të uron shëndetin të cilin ai nuk e ka. Me qoftë se bukuria dhe fisnikëria juaj më përpusin, dhe mos përpillja jote më torturon akoma, atëherë jam i detyruar t'i jap fund jetësime. Kështu do të kënaqë edhe zemërgurësinë tënde. Yti gjerë në vdekje, kalor si i fytyrës së vlerosur. Mos është e rëndin, Zot. As pak, Sancho. Shaloro si nantin me rudhën dhe Bauer. Po mirë, sikur të takoj rrugës princeshën e lartë. Atëherë më lajmërohu me shpejtësinë e shigjetës, Sancho. Unë po shkoj në një ndër këto dhoma të kësaj kështjelle të lashtë dhe gjigande, të marr një si gjumë, Sancho, se jam lodhur në përpërleshje. Nisu! Se u nisa! Si tha, e bia Lorenzo Korçullit? Një dy Dulcinje ti? Në anët tonë orat kam më tepër Dulcinja Zapata, duke u nisë fill nga ime shoqi. Po sikur të pyesim si xixen, pa thirrë pak thirrë. Si shumë je vardisur shërbësës hanit orat. O, Zot na ruaj nga mëkati. Po unë jam bariu i deleve të Perëndis. E kuptoj, senjor, por delet i do të njoh mama. Ju të ka hyrë djallin në trup të ka hyrë. Humba! Fika! Vdiqja! Humba! Ullu me veten, një gotuj! Flisni ofisnik, si e keni hallin? Ka humbër letra, zotëri. Letra e tim, Zot. Po si të humbi, ku të humbi? Po ta dija se ku nuk do quj e humbër. Po si u ndodhi pra? A mund të ndihmoj? Senjorita, mos më shikoni me ato sy se po humbas dhe unë. Më falni, ofisnik, ju e keni hallin të letra apo të shërbysja? Urat, shërbysi sa i jam unë, në qofë sa ja do të pranonte. Jeni bujar si një fisnik, i urtë si një plak dhe i zjartë si një djalosh. Pa unë që jam? Edhe ju jeni, do me thënë, ekziston. Ju urat me ndoni për jetën tjetër. Angji. Senjorit, ju nuk flisni, ju Ciceron. Sancho, a jam më i nishme se princesha e lartë Dulcinja e Tobozës. Mos ma përmënat nëse më kujtojt letra, dhe letra më kujtojt në rebeshin e tim Zoti. Po nga i rebesh do të shpëtoj unë, Sancho. Ti? Po. E si? Po ja, do t'i mbush mendje zonjës time që ti futet kësa aventure. Dhe të paraqitet si Dulcinja e Tobozës. Po mirë, nuk është më rrezik. As pak, ajo do të vije maskuar. Maskuar? Po. Sancho. Hajtë kam, si hyre në të kështjelë. Ç'patrim, Zot? Sancho, sa po vrava një 2-3 gigant. Shumë mirë bëre që i vrava. Sancho, pas ke ardhur, edhe nuk më zgjohe. Thash të flinj edhe po. Bëre mirë, Sancho. Po shikoja një ëndër. Gjithë një ëndra shikon tim, Zot. Po shikoja në ëndër atë, Sancho. Cilë? Po, atë. Sancho, po nisë më të rego si qysh edhe tek e takove Dulcinjën e Tobozës.
pozës. Atë takova. Ç'të tha? Ajo më tha. Unë i thash. Tu përgjigj. Ajo më përgjigj. Si ju bë fytyra kur këndoi letrën time. Mbarore. Ti po të pyes. Ajo ishte marshallah. Ja, ky është një siarik, Sancho. Me dy faqe kuq Simon. Kaluar mollë dhe kaluar. Trupi dy herë rësia juaj. Tjetër Sancho do ta kesh gjetur tek poradhiste Margaritaro se që ndiste me Florin dhe një krye fjalë për mua kalor si në robëruar prej saj. Jo, e gjitha duke shoshitur dy thas me dritë të borë. Kur i prekte dore saj kokrat e misrit, ishin Margaritar. Ishin thekro, zotri. Të është dukur ty. Mundet. Sancho, kur ju ofrove pranë, furere se kundër monte era trëndafil. Jo, dirsin të e tëra nga puna narë. Dirsi e ti se kishe frapuar. Sur dhe nëm dirsia. Tani pa më thuaj, ç'të pyeti për mua? Ajo më tha, ajo më pyeti. Ajo më tha, do vi tani. Ja, po vjen. Po vjen? Po. Edhe ma thua kështu? Anxhi, të ndizen të gjithë kandilet e hanit. Rreshtoni të gjithë, t'i paraqesim nderet lartësisë së saj 200 të pozës. Sancho! Përdorim zot. S'ka ndodhur. Në qofë se në mes jush hyjet e fatit sollën kalor si në aratis, kurorën e fisnikris, zjarin e shpatës, guximtarin e shfrenuar, bëmat e të cilit i këndojnë luginat e të gjithë Spanjës. Më lejoni mua një princesh të shfronëzuar të përulem me veneracion për para ti. Zonjë lartë! Greje ballin se për ullje juaj më torturon më tepër se sa zjarri Satanas. Unë kam fituar hiret tuaja. Ju keni mbrojtjen time. Urdhërim zot. Shpata e flakt në këmbët tuaja, zonjë. Oj, zot. Po kjo është një ëndër. Jo, zonjë! Kjo është e vërtet e gjallë, ashtu si që është e vërtet që unë sot. S'kam ngrënë as një kro dhe bukë. Sancho! Zonjë nderuar, kini mirësin të mos I vini veshin fjalëve të shqytarit tim. Është ai besniku që ju solli letrën. Letrën? Përse e ka tja... Sikur më kujtohet, im zotë më kujtohet. Po më duket si zë njohur. Edhe mua ashtu po më duket. Zonjë nderuar, letra ime ishte gjësirë rëmbyer, ashtu si që është edhe shpirti im. Im zot, mua më pëlqejnë tallazet. E gjithë jeta ime më ka vajtur fortunim, zot. Gjiu, burimi, djetë. Zonjë. Desha të them, mbretin, zot. Në qofë se më lejohet fisikri, ka mundësi ta heqi vellon dhe të ullet në front? Pa tjetër të ullin, zonjë. Ju lutem, zot. Vellon nuk mund të heq sepse dua ta sotis kështu kalor si tim. Ashtu është më zot. Edhe mua gruja më përqen në terë, se nuk më duke në rrudhët e peqerisë. Zonjë shfarjeti! Hiqeni vellon, qofë se kërkoni strahonin anin tim. Si guxoni.
Rregulloni gjuhën, për ndryshe. Ju lutem, mbajeni vrrullin. Unë bëj bej për 40 shejtorët dhe për kokën e 3 fëmijëve të gruas parë e 2 fëmijëve të gruas dytë. Se kjo është gjuhja ime e tretë. Dhe kështu numër mbas numri, ora kalon dhe emisioni toni vjen fundi. Dhe natyrisht me këngën që do të ndiqni në vazhdim, ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe kujtojmë takimin ton javën e ardhshme. Nga unë Aulona dhe nga stafi që përgatiti këtë emision, natë në mirë.